I ndezin këto zjarre në këtë kohë, thuja se është situatë që përsëritet çdo vit. Po kur themi zjarre nga dora një tjetër, jo domosdoshmërisht duhet të theksuar se mund të jenë të qëllimshme, mirë po ato mund të jenë nga pakujdesia, pra qoftë në pyje, në pekniqe të ndryshme apo një udhënie cigare në pyje dhe në këtë kohë kemi pasur thuajse edhe thatësira mjaft të mëdha sepse s'ka pas të rreshura, andaj mjafton një shkëndije vogël që të kemi me përmasa të mëdha dhe kjo bën të vështirë pastaj që këto zjarre të kontrollohen, sidomos në bjeshk, zonat malore, sepse aty ka edhe erat e forta dhe erat pastaj e përhapin zjarrin më të madh dhe është vështirë që edhe zjarfiksit të mundin që të përballojnë këto zjarre apo të vënë në kontroll. Ekziston një farë praktike, një farë vlerësimi që zjarri ose në djerrina ose në pjesë caktuara mund t'i pastroj tokat, trojet e të tjera. A ekziston vërtet një fakt i tillë? Po, e thashë në në mësë zjarret janë mjaftë e kemi parë shumë herë që kur të kemi zjarrin e përmasë është shumë vështirë të kontrollohen dhe të vijnë në kontroll sepse marrin një havë të madhe dhe shtoj kësaj që edhe mjetet e pajisjes kanë fiksuar nuk janë aq adekuate, atë që bën edhe më të vështirë punën e tyre, sidomos në zonat e thella malore apo në bjeshk ku nuk kanë edhe qasje, andaj duhet pasur kujdes edhe qytetarët duhet të vëdësohen dhe që të mos ndezojnë fiksuar se qytetarët të dinë që iniciativi që të përshama së dhe vekë dhe si e tjilë aksionit me borg, andaj qytetarët të dinë se përveç që taktojnë dhe të në qofë në fusha apo në pyje, ata dhe përshpejnë vepra penale dhe si të tjilë dhe mund të sankcionohen. E pam që në Deçanu kërkuan vullnetar të ndihmojnë ekipeve të zjarfikësve, si janë kushtet, si është gjendja edhe në numra, edhe në pajisje e ekipeve të zjarfikësve gjithandej? A janë të menaxhueshme këto situata me kapacitetet aktuale? Përveç faktit që komuna Deçani dhe kryetari i komunës ka kërkuar të